Ka filluar puna për rikonstruksionin e trotuarëve në rrugën Aspasi Gjino në qytetin e Korçës. Janë punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike të Bashkisë Korçë, të cilët janë duke kryer investimin në të dy krahët e rrugës. Aktualisht janë duke u prishur trotuarët ekzistues, të cilët kanë qenë te jetë amortizuar, ndërsa po kryhet edhe konfigurimi i tyre me anë të bordurave. Burime zyrtare nga ndërmarrja e shërbimeve publike bëjnë të ditur se janë rreth 1000 metra katror pllaka që do të vendosen në rreth 500 metra linear trotuar. Kjo rrugë është mjaft e frekuentuar çdo ditë edhe nga studentët që studiojnë në programet e infermierisë, godina e së cilës gjendet në afërsi të kësaj rruge. Edhe për banorët kjo ndërhyrje ishte më se e domosdoshme, pasi shprehen se trotuarët janë ndërtuar 25 vite më parë. Kishte 24 vjet, ishte prishur e tëra, ishin rënuar, po e bëjnë të re. Shumë vlen, qarë zvelen për popullin, të gjitha. Ato që janë mundësit. Pas përfundimit të kësaj pune, Bashkia e Korçës po shqyrton mundësinë edhe të ndërhyrjes në trotuarët e rrugës Todi Vogli, të cilët janë gjithashtu te jeta amortizuar.